Tani unë përfarsoj institucion shtetëror, në moment që përfarsoj institucioni shtetëror, unë jam i barabartë për gjithë qytetarët, pavarësisht cilës parti politike i takojnë. Por në qoftë se shihen sulmet e sinkronizuara që poshtë lart burojnë nga Bashkimi Demokratik për Integrim, mu më vje keq, po duhet t'i analizoj komunat ku ato i udhëheqin, edhe në qoftë se do të bëjmë kësi analizë, do të shohim se Struga, qytet përveç ligjeve pozitive të këtij shteti, në të njëjtën kohë kemi edhe ligjet e UNESCO-s, edhe atje ka arrit numri mbi 7600 objekte pa leje. Dhe thotë Likova, një komunë shumë e vogël, Likova Prin është e 10-ta në listë me ndërtime pa leje ku evidenton 5103 objekte pa leje. Po nuk është qëllimi tani t'i apostrofojmë veç këto. Në fakt e vërteta e gjithë kësaj situate, në nivel të shtetit, ndërtimet pa leje janë, edhe pse ligji për legalizim shumë e ka zbutë këtë situatë, megjithatë ende na paraqitet si problem, edhe ky problem don zgjidhje jo 2 muaj, 3 muaj para zgjedhjeve për me bë kampanja politike, po don zgjidhje reale.